Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi në takimin tonë të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 18 prill dhe në këtë datë ne lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 3 vargu 11 deri në vargun 6. Dhe më konkretisht në këtë pjesë të librit të Veprave të Apostujve na flitet për një dialog që bëri apostulli Petro me disa judej. Më konkretisht, atëre ndërsa ai çali që ishte shëruar rinte ngjitur pas Petros dhe Joanit, gjithë populli i çuditur rendi drejt tyre tek portiku i quajtur i Solomonit. Dhe Petro duke parë këtë gjë i foli popullit duke thënë: "Burrat e Izraelit, pse po mrekulloheni për këtë? Dhe pse po na e nguni syt sikur ne me fuqinë tonë të vetme ose me perëndishmëri të kishim bërë që ky njeri të ecë? Perëndia Abrahamit, Isaut dhe Jakovit, perëndia e etërve tan, e ka përlëvduar birin e tij Isuin, të cilët ju e dorëzuat Pilatit dhe mohuat përpara tij megjithëse ai kishte vendosur ta lironte. Por ju e mohuat të shenjtit, të drejtit dhe kërkuat që t'ju jepet një vrasës. Dhe vrat princin e jetës që Perëndia e ka ringjallur prej së vdekuarish, për cilin ne jemi dëshmimtar. Dhe për besimin e emrit të Jesu Krishtit, ky njeri të cilën ju po e shihni dhe po e njihni, u forcua nga emri i tij dhe besimi që është në emrin e tij i ka dhënë shërimin e plot gjymtyrëve në praninë e gjithëve." Pra, kjo ishte dëshmia që apostull Petro bën tek judejt, të cilët u mrekulluan nga shërimi që bëri apostull Petro dhe Joani tek i çali. Dhe më konkretisht na thuhet njeriu i shëruar nuk largohet nga Petro dhe Joani, dhe njerëzit abiteshin shumë dhe vrapojnë drejt tyre në një vend në tempull që quhet portiku i Solomonit. Pra, mrekullia që bëri apostull Petro dhe Joani te shërimi një të çali që rinte për ditë në tempull, tërhoqi vëmendjen e turmës dhe njerëzit edhe nga kurioziteti donin të shikonin, por dhe të kuptonin çfarë kishte ndodhur. Dhe patjetër që tempulli i Solomonit ose portiku i Solomonit ishte një qendër ku mblidheshin judejt për ditë dhe aty diskutonin për gjërat hyjnore, për mrekullitë e Zotit. Dhe këtu po flasim tashmë për një mrekulli që u bë në mes të ditës dhe u bë në një vend të dukshëm, te dera e bukur, dhe patjetër mblodhi njerëz të cilët filluan, siç edhe dëgjuam, të diskutonin. Dhe vargu 12 i kësaj pjese na thotë: Pietri i pyeti njerëzit pse po habiten dhe pse po i shikojnë sikur ata vetë bën mrekullinë dhe me fuqinë ose devotshmërinë e tyre. Apostull Petro përfitoi nga rasti që u mblodh turma dhe po shikonin të çalin i cili u shërua dhe po ecte, dhe apostull Petro nuk kërkon lavdi për veten e vet, por ai kërkon që njerëzit t'i adresojnë te Jesu Krishti, tek ai me anë të cilit u bë dhe mrekullia. Dhe në vargun 13 na thotë, ai thotë se Perëndia e Abrahamit, Isaut dhe Jakobit e ka lavdëruar birin e tij Isuin, po njerëzit e dorëzuan dhe mohuan përpara Pilatit. Apostull Petro kërkon t'i thotë turmës që kishte thënë për Krishtin kryqëzoje, se Krishti nuk ishte thjesht një gënjeshtar, siç manipuluan turmën kryeprifterin Kajfa dhe Ana, dhe siç e kryqëzuan me duart të autoritetit romak që ishte Pilati, por Perëndia Abrahamit, Isaut dhe Jakobit, dhe këta janë tre patriarkët që formuan edhe Izraelin, kjo perëndi është perëndia që ngjallte dhe Jesu Krishtin, që ata pra e kryqëzuar me duart e Pilatit. Atë që Jesu Krisht e refuzoi populli i Izraelit, perëndia e ngjalli, dhe duke ngjallur tregon që ai nuk ishte i gënjeshtar, por ishte i vërtet, dhe ai ishte biri i Perëndis dhe biri i njeriut. Dhe në vargun 14 na thuhet, ata e mohuan të shenjtin dhe të drejtin, dhe kërkuan që në vend të tij të lirohej një vrasë. Dhe dim që kur Pilati kërkonte ta shpëtonte Isuin, e vendosi përpara Barabës, që ishte një kriminal, dhe kërkoi turmës që këtë lironte Isuin, që ishte mbreti i judejve, siç dhe u akuzua, apo të lironte Barabën. Por turma e manipuluar nga kryepriftërinjtë thanë kryqëzoi Isuin dhe liro Barabën.
Kjo ishte një nga skandalet më të mëdha në historinë e njerëzimit dhe të popullit të Izraelit, sepse i shenjti dhe i drejti që ishte Isu Krishti, që në jetën e tij bëri vetëm mirë dhe asnjë mëkat, sepse askush nuk e akuzonte për mëkat dhe armiqtë e tij, ata e vranë dhe liruan një kriminal. Pra tregon pa drejtësinë e Izraelit, edhe pse pretendonte se ata i shërbenin Perëndis, por edhe pa drejtësinë e shtetit romak që pretendonte se ishte një rregullator të gjithë popujt. Dhe pa drejtësinë e turmës. Jo gjithmonë turma ka të drejtë, Pra kur turma thotë që kjo është e drejtë, jo gjithmonë duhet të jetë e drejtë, sepse siç dim pakica edhe pam në personin e Jezu Krishtit dhe në ata që ishin rreth tij ishin të drejtë, kurse shumica ishin gabim dhe madje ata justifikuan një krim, krimi më absurd dhe më i shëmtuar në historinë e njerëzimit, sepse ata kryqëzuan Zotin e lavdis, të drejtin, të shenjtin, Jezu Krishtin. Në vargun 15 na thuhet, ata vranë princin e jetës, po Perëndia e ringjalli prej së vdekush dhe apostujt janë dëshmimtar. Pra, çfarë bëri populli i Izraelit që kryqëzoi Krishtin? Princin e jetës, të jetës që Zoti Perëndia kishte premtuar Izraelit, por që Izraeli e mohoi jetën, prandaj dhe ai vdiq si kom, si shtet, si popull dhe u shpërbë. Por Krishti nuk vdiq. Vdiq si njeri, por ngjall si Perëndi, njeri me fuqinë e Perëndis, dhe ai u shfaq tek apostujt dhe apostujt e dëshmuan ngjalljen e Krishtit. Jo thjesht vetëm me retorik, me filozofi, por edhe me fuqi, dhe fuqia e Krishtit u shfaq tek shërimi i këtij personi që ishte i çal. Në vargun 16 lexojmë: shërimi i njeriu ndodhi përmes besimit në emër të Jezu Krishtit. Ky besim e bëri të fortë dhe e shëroi plotësisht. Pra, besimi në Jezu Krishtin nuk është thjesht, siç thash, një doktrinë dhe retorik boshe. Është një realitet që ata persona të cilët e pranojnë këtë doktrinë, ata shikojnë që fuqia e Jezu Krishtit vepron tek ata dhe bën mrekulli, siç bëri mrekullin dhe te ky i çali i cili filloi të ecë dhe të lavdëroi Perëndin. Kjo pra të dashur të krishterë ndodh jo vetëm atëre, por ndodh gjithmonë në kishën katolike, apostolike, ortodokse, sepse kemi thënë dhe përsërisim, në kish ndodhet fuqia e Zotit Jezu Krisht. Ajo fuqi që veproi tek apostujt, po ajo fuqi vepron në kishën apostolike, nëpërmjet misterëve të kishës, nëpërmjet uratave të kishës. Kështu që Krishti është i gjallë dhe ngjallja e Krishtit tregohet nga veprimet e Krishtit mbas ringjalljes së tij, siç vepronte tek apostujt, siç vepronte tek kisha apostolike, sepse në shekuj njerëzit që vinë në kishë dhe dëgjojnë për Krishtin, besojnë Krishtin dhe marrin misteret e kishës, ata shërohen mendërisht, shpirtërisht dhe trupërisht dhe transformohen dhe bëhen njerëz të gjallë që veprojnë për lavdinë e Perëndis dhe japin dëshmi që Krishti u ngjall në jetën e tyre. Prandaj, kështu duhet të shikojmë këto ngjarje dhe këto mrekulli, të cilat nuk janë thjesht historike, filozofike, por janë realitete në jetën e çdo njerit prej nesh. Të dashur të krishterë dhe miq, mendoj që dhe këtu ta mbyllim edhe takimin tonë të përditshëm, duke uruar njëri tjetrin me urimin Paskal Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, dhe miru takofshim në takimin e ardhshëm.